Ndër banorët më të vjetër të Mekës, njihet zonja Haxhere. Ajo ishte bashkëshortja e profetit Ibrahim, të cilët jetonin me dvoglin e tyre Ismailin. Në atë kohë, kur vizitohej Qabja, vinin shumë vizitorë, kërkohej ujë. Abdul Mutalibi nga paria ishte caktuar që ai t'ju jepte ujë njerëzve. Mirë po më përpara ai ishte kujdesur ta gjente burimin e ujit të ëmbël, Zemzem. Mirë po burimi se si ishte mbuluar. Burimi ishte mbuluar me ndërtesa të ndryshme, të dhujtarëve të ndryshëm. Kështu që ai gërmonte, mirë po nuk mund ta gjente e burimin, po gjente forma të tjera që t'i furnizonte njerëzit me ujë. Gjatë kohës, do të thotë, kur nuk zhvillohej e vizita në Qabe, ai kishte gërmuar në shumë pjesë të Mekës, por asësi ta gjente burimin. Dhe një mramje do të thotë kur ra me fjetë, pa në ëndër se burimi i Zemzemit e ndodhej mes dy ndërtesave të idhujtarëve. Edhe të nesërme ai me djalin e tij Harithin shkoi që të gërmonte në ato ndërtesa që ta gjente burimin e ujit. Po ta afërmit e tij e qërtuan dhe i thanë se nuk duhet t'i prishësh, se janë ndërtesat e idhujtarëve. Mirë po, pavarësisht për i kësaj, edhe pavarësisht se disa edhe e tallnin, ai vazhdonte të gërmonte, por nuk mund ta gjente burimin e ujit e Zemzem. Dhe një ditë, kur ra me fjetë, përsëri e luti Zotin, edhe i tha, o Zot, mi falë dhe djem, se unë jam plakur, jam lodhur e sheh, se për çdo ditë po gërmoj, po ujin Zemzem nuk po mund e gjej. Por nëse më falë djemt, unë njeri prej tyre do ta bëj kurban për hir kur ta gjej ujin Zemzem. Dhe ndërkohë ai duke punuar e gjeti burimin e ujit. Të gjithë u gëzuan, edhe natyrisht edhe ai u gëzua. Mirë po ndërkohë i lindën ashtu siç kishte kërkuar Zotit dhe djem. Dhe ata djem u rritën edhe më i vogli për i tyre ishte Abdullahu, të cilin e donte shumë. Mirë po dhe paria e Mekës edhe Mekas e tjerë e donin Abdullahin sepse ishte shumë djali mirë, kujdesej për të gjithë, dhe ndërkohë Mutalibit i ranë mend se i kishte premtuar Zotit se do ta bënte kurban një djalë. Bisedoj me disa njerëz të Paris, edhe tani nuk dinte cilin fëmijë ta bënte kurban. Pyeti njerëzit edhe i thanë se edhe duhet hedhë short. Edhe shorti i ra djalit vogël, Abdullahit. Ai nuk kishte zemër ta bënte kurban djalin e tij, edhe shkoi te një priftëresha atëhershme, e quajtur Shia, edhe e pyti, tha, kështu, i kam premtuar Zotit se do ta bëj një fëmijë kurban, edhe shorti i ka ra Abdullahit, kështu që tash nuk po mund të i bi fjalës mo. Shia e këshillon kështu, thot ti e ke për detyrë ti marrësh 10 deve, në një anë edhe Abdullahin
në anën tjetër. Edhe të hedhët short. Nëse i bjen Abdullahit shorti, ti në anën e deve duhesh t'i shtosh edhe 10 të tjera. Kështu që a i vazhdoj me shortin, edhe shorti i ra vazhdimisht Abdullahit deri sa u ban 100 deve. Kur u ban 100 deve, shorti ra që të bahen fli 100 deve të bahen. Kur ban edhe natyrisht se Abdul Mutalibi u gëzuan edhe gjithë Mekasit, sepse do të hajshin ushqim falë të 100 deveve. Në këtë gëzim, kaq të madh, Abdul Mutalibi kishte vendosur t'ja gjente një nuse djalit e tij, se djemt tjerë kishte martuar, dhe i gjeti një vajzë të bukur me kase, me emrin Emine, edhe i martoi. Sipas zakonit lash, dhe më thonë, Abdullahi u desh 3 net me fjet në shtëpinë e Emines, dhe pas 3 netve do të thotë u kthyn për me jetu në shtëpinë e vet. Abdullahin, ky ishte një gëzim i madh i Abdul Mutalibit. Mirë po djali atëherë veç që kishte 23 vjet, kur ishte martuar, dhe pas disa muajve i ra radha që ai të udhëtonte me një karvan të shkonte në Siri dhe në vende tjera të bënte tregti. Edhe e la nusën e tij. E la 7 zënë. Vajti bëri tregtin, edhe ndërkohë u kthy ka Medina. Kur erdhen në Medinë, Abdullahi Osman edhe i dërgun fjalë Abdul Mutalibit, i thanë se Abdullahu ka ardhë shëndosh e mirë deri në Medinë, mirë po pak është i smur, kështu që duhet të shkoni t'i ndihmoni. Abdul Mutalibi vërtet ishte i lodhur, i tha djalit vet Harith, duhesh të shkosh në Medinë, t'i ndihmosh Abdullahit që të vi. Natyrisht se edhe nusja e tij e pritte Abdullahin. Ishin, do të thotë, mujt e fundit të shtatzanisë së saj. Harithi shkoi në Medinë. U kthy dhe në vend se t'i sillte lajmin e mirë babës tij, i solli lajmin se Abdullahi kishte vdekur. Abdul Mutalibi, i lodhur, i mërzitur, vajti te Eminia dhe ja tregoi lajmin e zi. Atëherë Eminia u vesh në të zeza, edhe vujti shumë ditë. Mirë po pas disa kohësh, Eminias i lindi djalë. Ajo një natë përpara që të lindte, kishte parë ëndër se fëmia nëse lind djalë duhet ta pagëzosh me emrin Muhammed. Çka deri atëherë Mekasit nuk kishin pas një emër të tillë. Bia ime, fjala Muhammed në shqipe do të thotë njeri i lavduar. Pra, njeriu i parë me emrin Muhammed i lavdruar, do thotë e mori biri i Abdullahit që kishte vdekur dhe biri i Emines. Ky lajm vërtet e gëzoi Mutalibin dhe erdhi te Eminia dhe
e uroj për djalin. Bia ime, ty të vje keq. Muhameti u rrit pa baba. Zoti do të kujdeset për jetimin Muhammed. Mund të shkosh, bie.